Mirë se vini në një vlog tjetër këtu në kanalin tim. Siç e shihni, unë nuk jam tek shtëpia ime, por jam tek prindrit e Xhesit. Sot është e diel, është Fitër Bajram. Si fillim dua t'ju uroj gëzuar Fitër Bajramin, paqe, shëndet dhe fat në familjet tuaja. Sot do jem këtu, domethënë kam ardhur që dje, por sot do festojmë Fitër Bajramin, do përgatis drekën më vonë, do bëjmë gati tavolinën edhe gjëra të tilla. Siç e shihni, jam bërë gati edhe do dal për të pirë kafe në mëngjesit me tezën e Xhesit. Edhe më pas do marr një dy gjëra te supermarketi dhe do bëjmë disa receta. Në fakt ne kemi bërë qumshin, byrekun me qumësh që dje në darkë, e bëri mami i Xhesit. Edhe kemi baklavan që e kam sjellur. Gjithashtu kam menduar të bëj banofi, t'i bëj në gota të vogla dhe t'i jem kështu personale, duke qenë se do kemi dhe të ftuar. Tjetër do bëjmë mishin, do bëjmë sallatra, jo gjëra kështu mezore që quhet, dhe shumë gjëra të tjera që do t'i shihni në këtë vlog. Thash pse jo mos ta hap kamerën dhe të regjistrojmë ditën e sotme, edhe ditët e tjera në vazhdim. Kështu që tani po dal shpejt e shpejt, pa u vonuar më shumë. Jashtë prapë kemi me shi, por që të bëjmë sa të na ikin këto shira. Tani po dale dhe shihemi pak më vonë. Unë s'kam pak që kam ardhur në shtëpi edhe do filloj me përgatitjen e drekës, sepse ora është 12:30, por si fillim doja të tregoja pak se çfarë kam bler në supermarket, duke qenë se kemi baklavan, mendova që të bëj dhe një banofi pi, por do ta bëj në përgota që secili ta ketë të tijen personale. Mora një qumësh panda, një pana ëmbëlsirash, një gjarp, mora dhe një çokoladë të thjesht qumshi, që do na duhet për dekorin e ëmbëlsirës. Gjithashtu biskotat i kemi, edhe do filloj direkt me përgatitjen e ëmbëlsirës, duke qenë se ajo duhet të ri të paktën 2 orë në frigorifer që të mpikse tamam. Ndërkohë do përgatisim edhe mishin, të cilin do ta përgatis që tani që të marinohet edhe rreth orës 2 e pak ta vendosim në furrë. Tjetër çfarë do përgatis? Do përgatisim tzatziki, do bëjmë mishin bashkë me patatet siç e thash, por fillojmë shpejt e shpejt me përgatitjen e ëmbëlsirës që ta lëm në frigorifer dhe më pas duhet të bëj edhe disa punkte të shtëpia, mendoj që të vendos pak fshesën e korrendit edhe të laj. Dhe kështu, do t'i bëjmë shpejt e shpejt dhe me kalimin e kohës do ju tregoj dhe se çfarë do bëjmë tjetër. Ndërkohë që gotat e vogla i mbusha me biskotën me gjarp, i vendosa në frigorifer që të mpikset mirë biskota, derisa ne të përgatisim kremin dulce de leche që quhet. Këtu kam hedhur 1 gotë e gjysmë me sheqer dhe pasi të jetë shkrir mirë, do me thënë që të jetë shkrir plotësisht, por jo të filloj të digjet, do t'i shtojmë kremin panda dhe do formojmë kremin që do na duhet për të mbushur gotat dhe më pas për të vendosur bananet sipër dhe në fund kremin panda që do ta rahim dhe ta bëjmë krem.
Nga dita tjetër, sot nuk ju kam folur fare, por jam quar, jam bërë gati edhe shkova tek pasticceria. Para se të shkoja tek pasticceria, në fakt, erdha pak vërdall, mora një kafe tek Mulliri, e piva gjatë kohës që ecja, në mënyrë që të kurseja më shumë kohë. Edhe shkova pak te Pazari i Ri, duke parë atje vërdall. Më pas shkova tek ETC-ja, te galeria, edhe aty nuk e dija që ekzistonte një dyqan i cili kishte produkte për shtëpinë, dekorin e shtëpisë, por ishte një parajs. Besoj i keni parë pamjet më përpara, nuk bleva asgjë, s'kam ç'a blej. Mirë po, u ngjita sipër tek Bookland, edhe kisha bërë screenshot nga një vajzë në Instagram, një blogere, një libër, dhe thash pse mos ta merrja. Duke qenë, pavarësisht se ju thash që nuk të blej asnjë lloj libri pa lexuar ato dy që kam nisur, por e bëra gabimin edhe mora këtë librin këtu. Është kjo këtu, që quhet Miracle Morning, sekreti jo aq i dukshëm, por i garantuar që të ndryshon jetën para orës 8 të mëngjesit. Shpresoj që leximi i këtij libri të më ndryshojë mua rutinën time të ditës dhe të jem një nga personat e mëngjesit që çohet herët. Më thënë, unë çohem në orën 7, por ka edhe më herët. Ky libri nuk e di a do më pëlqej apo jo, por me ato që kam dëgjuar edhe lexuar edhe duke parë review-t, është goxha libër i mirë. Do ta filloj ta lexoj dhe do ju them në fund se si ishte. Gjëja tjetër që unë bleva, që i mora këtu afër shtëpisë, janë lule për të mbjellë. Do thoni ju, për çaj do t'i lulet kur ti do ikësh. Por tjen, duke qenë se nuk ja kam treguar, por te balkoni kemi ato vazot prej betoni, edhe ato i kap edhe shiu, edhe besoj se nuk do thahen. Tani vapa që bën këtu në Tiranë dihet, po që çfarë bëj unë tani? I mora. Kam marrë nga këto farat këtu, shikoni pak sa të bukura ishin. Edhe mora dhe sallat jeshile për ta hedhur tek vazoja e betonit, që kam pas hedhur edhe më përpara. Këtu kam marrë gjithashtu 2 fidan, shikoni, bërzilok. Bërziloku duhet në fakt në çdo lloj gatimi shkon, sidomos për pastat, edhe këtë kam menduar ta mbjell
në një vazo që kam këtu në shtëpi që është si finxhan, por ajo nuk ka atë që të rrjedhë ujë nga poshtë. Dhe ai burri më tha që duhet të jetë edhe afër, domethënë t'i bjerë drita e dritares. Nuk e di se çfarë do bëj për këto të dyja, por për këto të tjera që kam marr si këto lulet këtu të bardhat, edhe gjithashtu kam marr në ngjyrën si këto të bardhat, i kam marr në ngjyrën Leila dhe të bardhë me roz bashk. Ja. Janë këto këtu që mos bëj dhe janë këto. Gjithashtu dhe modeli tjetër është si këto lulet këtu. Më e mend se këto lulet kam bler vjet kur isha prap këtu, tek një gjyshe që shiste tek hyrja e toptanit, edhe mora një tuftë të madhe, po shkonin goxha. Edhe thash pse mos t'i marr t'i mbjell nëpër vazot që kam bosh këtu në balkon, edhe të bëhen, edhe i kemi vet, i kpusim edhe i vendosim nëpër vazo me ujë. Këto janë lulet që kam marr, edhe farat, edhe bërziloku. Do t'i mbjell pastaj, sepse tani është ora 3 e drekës. Unë do ha supën që kam përgatitur nga dje, me mish viçi, edhe do përgatis një bukë që kam parë përsëri tek Ami në Instagram, që bëhet me thjerza të kuqe, të cilat unë i kam futur në ujë, i kam këtu, vetëm mos derdhë ujin, i kam futur në ujë dhe janë bërë më shumë se 24 orë që unë i kam futur në ujë, janë zbutur plotësisht. Dhe do ja u tregoj dhe juve recetën, të cilën e ka postuar Ami në Instagram. Gjithashtu do përgatis edhe tahini, duke qenë se kam marrë para shumë kohësh fara susami dhe unë nuk i konsumoj në asnjë lloj gjëje, thash pse jo mos t'i bëj tahini. Pra do kemi 2 receta pak më vonë. Do merremi edhe me balkonin, do rregulloj këto lulet, por shpresoj t'i bëj shpejt pa u errësuar, duke qenë se koha është e vrentur. Edhe do rregullojmë pak edhe atë divanin që kemi aty, ka ngelur akoma me dekorin e vjeshtës, me kungujt. Do t'i heqim edhe do t'i vendos një mbulesë të bukur që është e bardhë me bojqelli, që t'jetë pak më verore, edhe jastikët do shikoj se çfarë mbulesash klëfësh do t'ju vendos. Pra do kemi disa punë tani mbas dite. Kështu që shpejt po ndrohem, po ngroh pak supën të ha edhe të fillojmë nga puna. Mbarova pjesën e balkonit, kam mbjell lulet, nuk është se kisha marrë shumë lule, por vazot që kisha, 7 vazo, i vendosa ato, kam hedhur farat e sallatës jeshile edhe të luleve që kisha marrë. Sepse më ndërpren,
Siç po thoja, tek vazot kam hedhur të gjitha, kam vendos lulet edhe farat që kisha marrë. Lava të gjithë balkonin, rregullova pak edhe divanin, por nuk gjeta mbulesën që unë kisha në mendje edhe shtrova një tjetër, po kur ta gjej doja u tregoj dhe juve se si do duket pjesa e divanit. Tani siç e shihni këtu mbrapa, kam bërë gati të gjithë përbërësit për të përgatitur bukën pa gluten me thjerza të kuqe. Tani këto nuk e di këtë quajnë të kuqe, po këto janë portokalli këto që kam unë, por kështu i kishte edhe Ami në video. Kështu që tani do marr atë kullorsen e makaronave, duhet t'i shprehim 2-3 herë mirë dhe t'i bëjmë blend në tek blender i madh, bashkë me të gjithë përbërësit e lëngshëm. Unë tani po e marr kamerën dhe po ju tregoj të gjithë përbërësit nga afër. Atëherë, këtu kemi gjysmë gota me kost, kemi 3 vezë, 5 luk gjelle me vaj ulliri, djath feta, ullin të coptuar, këto janë ullin të baçës që unë mlodha përpara se t'i kem filant, kemi këtu kripën, kemi pluhur pjekës, hudhër pluhur, edhe tek vazoja kemi arrat e thërmuara. Gjithashtu na duhej edhe rigon, por unë nuk kam rigon në shtëpi, kështu që nuk do t'i shtojmë. Përgatita bukën pa gluten, që është me thjerza. Në shije kur e provon kështu, të pa pjekur, e ndjen goxha atë shijen e thjerzave, por të shikojmë se si do të na dali e pjekur. Do ndes furrën tani që të ngrohet, por tek postimi i saj nuk e tregonte se sa duhet ishte temperatura, por besoj se 180 gradë, duke qenë se janë të gjitha, është djathi, janë ullint, janë thjerza të shkollësi që e mban të lagësht bukën, dhe duhet të piqet 50 minuta deri në 1 orë. Kështu që tani po ndezim pak furrën, po e vendosim ta pjekim dhe përgatisim tahinin dhe i japim fund këtyre recetave të sotme, të cilat ora është 7 e mbasdites dhe unë kam që në orën 7 që jam ngritur sot, në orën 9 dola nga shtëpia, 9 e pak, dhe deri tani që nuk jam ulur fare. Kështu që vazhdojmë me gjërat e fundit. Deri tani keku duket kështu. Nuk e di pse më është fiksuar keku, është buka njerëz, jo kek. Duket kështu edhe di të them që ka lëshuar një aromë shumë të mirë në shtëpi, sidomos këtu tek pjesa e sallonit dhe kuzhinës, mban erë shumë të mirë. Ndërkohë poshtë janë farët e susamit, të cilat duhet i nxjerr dhe të përgatisim tahinin. Unë e hoqa gjysmën e susamit që kisha hedhur, sepse nuk arrinte ta punonte dot të gjithën mikseri, dhe lash vetëm gjysmën, por mendoj se është mjaftueshëm, sepse nuk e di nëse do më pëlqejë, edhe mendoj se kaq është tamam, edhe pjesën tjetër do ta lë mbase për herë tjetër, ose ta lë ashtu siç është susam. Tani kjo është konsistenca, duhet i hidhni edhe pak fare vaj ulliri gjatë kohës që e punoni, sepse ajo bëhej si pastë, por që të ketë këtë kremozitetin tamam, duhet që të hidhni pak fare vaj ulliri. Kjo është gati dhe unë do ta shtoj në një vazë të vogël dhe edhe ta kemi për receta të ndryshme.
Si që shihni, kam bukën e cila është bërë gati edhe duket shumë e shijshme edhe në pamje duket shumë mirë. Nuk e di akoma në shije se si do jetë, por do marr 2 copa të tilla dhe do t'i lyej me atë salcën e kosit të fshatit edhe do t'i ha për darkë. Kjo do jetë darka ime. Ndërkohë ka kaluar goxha ora po shkon 9 e darkës, na fillon dhe bigu për pak. Unë bëra një dush edhe ka shkuar në fakt vonë për të ngrënë darkën, po çfarë të bëj? Kështu ishte dita ime, ishte shumë e ngarkuar. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer ky vlogu. Dhe do shihemi në një vlog tjetër. Unë tani do bëj gati darkën time dhe do shihemi tek video tjetër. Paçi!